Krure Mimberi kthehet në tribun kundër kombit. Ka çaste kur një shoqëri duhet të vendosë qartë se çfarë toleron dhe çfarë jo. Jo për hakmarrje. Jo për spektakël. Por për mbijetesë morale. Sepse ka ide që nuk janë thjesht opinione, ka fjalë që nuk janë thjesht predikime, dhe ka zëra që nuk kërkojnë të udhëheqin besimtar, por të gërryjnë themelet e një kombi nga brenda. Në hapësirën shqiptare, kjo vijë është shkelur më shumë se një herë. Jo domosdoshmërisht me bujë. Jo gjithmonë me parulla të hapura. Shpesh me një gjuhë të veshur me petë fetar, me tone moralizuese, me insinuata kundër figurave kombëtare, me sulme ndaj historisë sonë, me përbuzje ndaj shenjtorëve, me relativizim të dëshmorëve, me helmim të gjuhës dhe me përpjekjen e vazhdueshme për ta paraqitur identitetin shqiptar si diçka dytësore, të vogël, të zëvendësueshme. Pikërisht këtu nis problemi i madh. Sepse kur një imam, hoxh apo çdo figurë tjetër fetare del përtej fushës së besimit dhe hyn në territorin e sulmit ndaj kombit, ai nuk po merret më me shpirtin e njeriu. Ai po hyn në fushën e ndikimit ideologjik. Dhe kur ky ndikim synon të dobësojë vetdijen kombëtare, atëherë nuk kemi më të bëjmë me çështje teologjie. Kemi të bëjmë me një akt të pastër ndërhyrjeje në shtyllat identitare të shqiptarëve. Ky është thelbi që për vite të tëra është zbutur, relativizuar dhe fshehur pas frazash të buta. Na është thënë se duhet të heshtim për të mos nxitur tensione. Na është sugjeruar të mos prekim tema të tilla për të ruajtur harmoninë. Na është kërkuar të trajtojmë si debat normal atë që në fakt është një përpjekje këmbëngulëse për të dobësuar trungun kombëtar të shqiptarëve. Por harmonia nuk mbahet gjallë duke mbyllur syt para helmit. Dhe toleranca nuk do të thotë vetdorëzim. Kombi shqiptar ka mbijetuar jo sepse ka qenë i verbër ndaj rreziqeve, por sepse në çastet vendimtare ka ditur të dallojë mes besimit dhe përdorimit të besimit kundër vetvetes. Shqiptarët kanë jetuar me fe të ndryshme, kanë bashkëndarë të njëjtat troje, të njëjtat plagë, të njëjtat sakrifica dhe të njëjtën gjuhë, sepse mbi ndarjet fetare kanë ngritur një përkatësi më të madhe, shqiptarinë. Kjo nuk ka qenë rastësi. Ka qenë instinkt mbijetese historike. Prandaj sot çështja nuk është as pak feja. Çështja është përdorimi i fesë si mjet për të dobësuar kombin. Kur disa predikues guxojnë të sulmojnë Skënderbeun, të vënë në dyshim figurat që mishërojnë kujtesën historike shqiptare, të flasin me përçmim për shenjtorët, gjuhën, simbolet dhe të kaluarën tonë, nuk po japin mendim ndryshe. Ata po testojnë kufit e dobësisë së shtetit dhe të mpirjes së shoqërisë. Po shohin sa larg mund të shkojnë përpara se dikush të thotë, mjaft. Dhe kjo fjalë ka munguar tepër gjatë. Kanë munguar institucionet. Ka munguar reagimi intelektual. Ka munguar elita kulturore. Ka munguar guximi politik për të thënë një të vërtet elementare, liria e besimit është e shenjtë, por ajo nuk i jep askujt të drejtën të përdor autoritetin fetar për të shkatëruar autoritetin moral të kombit. Një shtet serioz nuk merret me fen si besim. Merret me çdo rrjet, individ apo strukturë që shfrytëzon fen për të ushqyer përçarje, për të zhbërë identitetin kombëtar dhe për të krijuar besnikëri ideologjike që bien ndesh me interesin publik, me rendin kushtetues dhe me vetë kohezionin kombëtar. Nëse shteti dështon ta bëjë këtë dallim, atëherë nuk është neutral. Është i dorëzuar. Këtu fshihet edhe hipokrizia më e madhe e kohës sonë. Shumë kush ngrihet me të drejtë kundër nacionalizmit agresiv, kundër gjuhës së urrëties, kundër ekstremizmave që cenojnë rendin publik. Por sapo ekstremizmi vishet me petë fetar dhe fillon të godas identitetin kombëtar të shqiptarëve, papritur shfaqet një frikë e pashpjegueshme. Fillon gjysmëheshtja. Fillon justifikimi. Fillon shmangia. Pse? Sepse një pjesë e shoqërisë sonë është mësuar ta quajë delikate çdo plagë që nuk ka guxim ta hap. Sepse është më e lehtë të sulmosh pasojën se sa të prekësh burimin. Sepse është më komode të bësh sikur nuk dëgjon se sa të pranosh se në disa hapësira predikimi përtej lutjes po qarkullojnë mesazhe që e trajtojnë kombin si pengesë, historinë si barë dhe shqiptarinë si identitet që duhet zbehur. Por kjo nuk është as moderne, as demokratike, as e qytetëruar. Kjo është verbëri. Dhe verbëria institucionale ka gjithmonë një kosto. Në fillim përqeshen figurat kombëtare. Pastaj relativizohet historia. Pastaj zbehet gjuha. Pastaj krijohet një brez që nuk e sheh më kombin si stre, por si diçka të tepërt. Dhe në fund, ajo që u duk si një seri fjalësh të shpërndara në skaje, shndërrohet në një klim të qëndrueshme çrënjosjeje. Asnjë komb serioz nuk e pret atë fazë. Shqipëria dhe trojet shqiptare kanë nevojë për një vijë të qartë. Jo kundër fesë. Jo kundër besimtarëve. Por kundër çdo predikimi që godet vetdijen kombëtare, sulmon figurat themelore të historisë sonë, përçmon gjuhën dhe tenton të krijojë një ndarje midis shqiptarit dhe identitetit të vet historik. Kjo vijë nuk duhet të jetë emocionale. Duhet të jetë shtetërore. Me monitorim ligjor. Me transparencë mbi rrjetet e ndikimit. Me mbikëqyrje serioze të financimeve dhe lidhjeve ideologjike. Me reagim institucional kur predikimi rrëshet në përçarje dhe nxitje. Me mbrojtje të qartë të vlerave kombëtare në jetën publike. Sepse kombi nuk mbahet vetëm me flamur në festa. Mbahet edhe me kufi moral në ditët e zakonshme.
Nëse mimberi përdoret për të udhëhequr shpirtin drejt paqes, ai ka vendin e vet të nderuar në shoqëri. Por nëse përdoret për të helmuar kombin, për të ulur figurat që i kanë dhënë kuptim ekzistencës son historike, për të sulmuar shenjtorët, heronjt, dëshmorët dhe vetë gjuhën shqipe, atëherë ai nuk është më vend predikimi. Është kthyer në tribun ideologjike kundër shqiptarëve. Dhe aty, heshtja nuk është më tolerancë. Është bashkëfaqësi. Në fund, pyetja e madhe është kjo: sa gjatë do të vazhdojë shoqëria shqiptare të tolerojë ata që, në emrin e fesë, kërkojnë t'i presin fijet që e lidhin me vetveten? Sepse një komb që lejon të përdoset historia e tij, që lejon të shahet gjua e tij, që lejon të goditen figurat e tij themelore dhe që e quan këtë pluralizëm, nuk është i hapur. Është i çarmatosur. Dhe kombet e çarmatosura shpirtërisht rrëzohen shumë përpara se ta kuptojnë se kanë rënë.